pa ndërhyrje e ke në zyre të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dikush në recepcion e pret, e merr zonja Janina e merr, e sheh, edhe minimum presim që na kërkoj falje. Si, s'ka nevojë me falje, vetë ta sheh. Halil s'o ke si ti. Me pretendu që një intervistë e cila po shkon live në YouTube të një kryeministri në detyrë, duke i ditur qëndrimet e mia karshi Kurtit, duke e ditur qëndrimet e Fidanit si bashkëpronar karshi Kurtit, duke e ditur profesionalizmin e Kushtrim Sadikut si bashkëpronar karshi çdo kujt në këtë politikë, me pretendu që ne kemi hyrë drejt për drejt dhe e kemi fshehur një pjesë të intervistës. Kjo është turp, është e papranueshme, është shpifje çaqe ult, sa edhe deri në gjykatën speciale ndiqemi, edhe ose keme kërku falje, ose keme me e vërtetu. Jo, nuk ka kompromis mbi këtë. Është fyrje e dinitetit tim profesional, është fyrje e dinitetit profesional të televizionit gazetarëve, është fyrje e gjithë atyre cilët punojnë në këtë televizion, edhe punojnë jo me rroga çfarë pretendoni, jo, po punojnë me shumë zell për ta bërë këtë televizion, të pranueshëm edhe natyrisht të besueshëm. Dhe është fyrje, është ofendim i cili nuk kalon. Ose, po, nëse arrini ta vërtetoni, që vërtet ne pas kemi arritur të ndërhyjmë drejt për drejt në YouTube, atëherë unë do të dalë publikisht, do t'ju kërkoj falje edhe natyrisht do ta shërtoj pozicion. Se janë i në merret me këto, po nuk besoj që ka bërë ajo, është dikush nga... Po nëse janë provat, do të folë që atë Albin Kurti, dhe për më shumë, ishte vetëm verbal, jam duke i kërkuar zonjës që të inkuadrohet drejt për drejt në emision. Nuk e bën dot, thot jam e nxënë në një darkë, e kërkoj i thras drejt për drejt. Nuk më përgjigjet, përderisa ka shpifur dhe ka thyer mbi punën time dhe gjithë njerëzit që punojnë këtu në televizionin gazetar. Ne vetëm desha të kthehemi te esenca, pra, atë çfarë pyetje ja bëni kushtrimi. Pra, është një person i cili ka orën pushtet të thonë Kecin kam i nacionalizu. Dhe kryetarja komisionit që ka shit Kecin, është mimoz akusori e ko shefet grupit parlamentar. 2. Kur Njazi Thoçi ka qenë drejtori i Kekut, Rryma ka qenë aq lirë sa që ky parlament ka thonë. Aq lirë ka Rrymin shtetori Kosovës sa do të mja shtrejtu. E në qatë ku ka qenë Njazi Thoçi, pra e ka shkarku Njazi Thoçin që t'ja shtrejtoj Rrymin shtetorëve të Kosovës. Pra kjo është e vërteta. Dhe mbi qëtë bazë, edhe plus për Vuk Hamovicin, ka një video ku thot është i mafijas energjetike, dhe Janina Emeri ka qitë prova dhe fakte, që so jave muaj, dhe që aj i shet eftes dhe e dini punën e Martin Berishit që është një rejtime. Prandaj, e gjithë përgjigje Albin Kurtit ishte blëf dhe ishte pavërtet, për të mos thënë që shtot ai rën, dhe një hipokrizi e madhe në kurrizit shtetorëve të Kosovës, duke mbrojtur rënat dhe mashtrimet, pra duke përdor Njazi Thoçin, se kinë e kum shkarku, e atë Njazi Thoçi e kishte Rrymin shumë ma lirë kur punonte si drejtor, dhe ti krenar e ki 150% ma shtrejt Rrymin, e të ka thok ka me ta liru, e të kënaqsh me Njazin që e ka shkarku. Njazi e ka jetën e vetë, është djali profesional, nuk është është vërtet që është rritur çmimi i Rrymës shumë. Po jo bre, po kur ka qenë Njazia drejtor, kë ka thonë qytetarët e kanë Rrymin lirë, sa që nuk e dina sa pagujnë, apja shoh videon të lutem. Me qësane du të me sfidu. Që ju ka thot qytetarët qaq lirë, keni posë Rrymin, sa që nuk e dini sa pagune. Jo, se këto videot e kaluara nuk i kam bërë në arkiv. Në fakt i kam vetë shkot nga dita atjeshme. Po, Milin? Po, s'ma keq, më falë të lutëm, nëse se kanë shumë me të bo propaganda. Ti veç gëzëm është Njazia sa drejtore të Rrymin mashtrej. A e din ti që e kena Rrymin ma të lirë në Evropë? Edhe, a e din ti që u rritë Rryma gjithkun? A e din në Evropë që u rritë Rryma? A e din pëse u rritë Rryma? Sa është për argument kjo? A e din për qërë së është argument? A e din pëse u rritë Rryma? A e din so ka prodhim Keku? A e din pëse u rritë Rryma? Prej fillimit luftës në Ukrainë u rritë Rryma. Që ti statistikën Gjithkun u rritë Rryma. So ka pos prodhim, so ka qitash. Gjithkun u rritë Rryma. Ty të gëzëm që Njazia thash, nuk janë Njazis ekspert i energjisë, nuk guxoj me i ma fell. E treta, Rrym kur të blen, është një si me ble ujë, si me vendos me një. O, ju më vëlloj kena Kekun, pse më me ble Rrym,
Ky pyetët mos s'kena prodhoni. mjaftu shumë. Pi kontrollon. Po pse more për pora Ti shkon mirë me postë. A Ja, di që s'kemi postë janë për do para, vite ja, ku s'është prodhimi vërtet. ka qenë 100% vendos. Ka pas ndaj periudhë. Jo në periudhë, po me vite. Ka pasur në këtë periudhë Kur e këtij. qeveria pavarësisë i ka hiq reduktimet 3 me 3 zotri. Fal, S'dia fal. ketu në Kosovë Ti këtë që ti pavarësisë. përkroq ata, ti dosh mi thirr. 3 me 3 Ti u dosh kon. mi thirr përgjigje me thonë çysh